Këshilli i Ministrave ka miratuar së fundmi ndërtimin dhe operimin për 49 vjet të një centrali fotovoltaik në fshatin Boçov të Fierit, një investim prej më shumë se 80 milion euro. Sipas të dhënave zyrtare, rezulton të jetë një ndër investimet më të mëdha të këtij lloji në vend, me një kapacitet prej 82 megawatësh. E kontraktuar për projektin që do të realizohet është kompania Albanian Solar Power, me pronar Angel Agalliu. Kompania është krijuar së fundmi në shkurt të vitit 2024 me një kapital prej vetëm 100.000 lekësh. Me një kërkim të thjeshtë në QKB, deri më sot kjo kompani nuk ka dorëzuar bilance financiare apo dokumentacion tjetër që tregon për kapacitetet teknike apo ekonomike për të përballuar një investim kaq të madh. Angel Agalliu është emër i panjohur më parë në fushën e energjisë apo biznesit, por jo në hierarkinë e pëllumb salillarit. Rezulton se Agalliu ka punuar më parë si punonjës i thjesht në kompaninë e ndërtimit salillari në sektorin e asfaltit. Me njëherë pas publikimit të lajmit për dhënien e lejes nga qeveria, profili i tij në Facebook është mbyllur, ndërsa ai në LinkedIn është redaktuar ku figuron tani thjesht si Angelo T. Ende nuk dihet se si është siguruar toka publike në Boçov të Fierit për ndërtimin e parkut diellor, një proces që zakonisht kërkon procedura më transparente që duhet i nënshtrohen konkurrencës përmes bashkive apo institucioneve të tjera shtetërore. Nga një shtrues i thjesht asfalti, në një investim strategjik me projekt 80 milion euro në duar, historia e Angel Agalliut mbetet për të zbardhur.